Dele pa bari dhe dele në një udhë pa krye. Një nga të shumta gjëra që ne kemi marrë nga jashtë, sepse ne kemi qef të ndenim trendin e botës, kemi qef të ecim me hapjen e kohës, por për së prapthi. Jo për ato gjëra që ne duhet të ecim me hapjen e kohës, por për ato që duken më trendi, për ato që bëjmë më shumë zhurmë. Ama pak rëndësi ka zhurma që ne bëjmë. Nuk është e rëndësishme fare. Madje këto të ligat sikur hapin më shumë dallë dhe normalisht do not fucking care. Kryesorja është treqja e vëmendjes. Që mi bë një qumë komplet, sikur mos maftonin tifozëria partijake që kemi të tani, mi bërë dhe tifoz pseudo-ideolog të që kanë çdo lloj ignoranti, ca shajnë Soros, ca shajnë të tjerët, ca thonë njëri racista, ca thonë njëri komunista, gjejnë një personazh dhe analizojnë detaje. Normalisht, ku të gjej diçka për t'i thënë për t'i dreguar gishtin tjetrit. Asnjë gjë nuk është kohë drejt fund, normalisht se mos e dhënë Zoti ta vrasësh një herë mendjen, të kryesh një autokritik ndaj vetes si mendon një herë. Mere atë mutin nga bloget edhe nga faqet, nga pseudo portalet, edhe shpërndaje. Pa e parë fare se çfarë ke për të shpërndarë. Shpërndaje një orë më përpara. Ndodhi kjo. Njëta gjë, me çdo lloj idiocie që vjen në treg është njëta gjë. Po doli Big Brother, ajo pa jesh kështu, ja drodhja saj, kjo filloi kështu, kjo bëri këtë, ai është pozitiv, ky është negativ. Dalin këngëtar, ajo ka dalë me këtë, ajo ka dalë me atë. Dalin figura jashtë, jo po ashtu, jo po kështu. Dolin Andrew Tate, jo është flikstir, është i lig, është i rrezikshëm. Është absurditet. Merë çdo lloj muti që prodhon CNN-i, edhe çdo lloj media e majt. Edhe merë shablon, thonë që shikoni, çfarë po ndodh, shikoni. Mos kuptoj se si vjen çik turp nga vetja. Përpara se robi të parrulloj, kështu si në kohën e komunizmit, parti, jemi gati kudo herë. Atëherë ishin rob dele kështu atë. Ashtu i thoshin ata? Ashtu thoshin ata. Jemi më të mirët në botë, është e veri, më të mirët në botë jemi ata. Tani. Hapi portalet na i këta o shef na i ka kështu ose dëgjona, ka filluar me botrore tash. Sidomos kur haven temat e pseudo feministëve tjera me zhakra me budalliqe. Ashtu tha ajo. Është e kryer gjëja, nuk e diskutojmë më fare. Është e kryer. Unë do të them fiks shablon siç e tha ajo, pa e pyetur në asnjë moment, sepse ky personi që unë po ndjek është idolli im dhe unë jam i martuar ideologjikisht me këtë dhe do e mbroj sado gabim të jetë deri në frymën e fundit. Antihumanizëm është ky. Sepse humanët janë krijuar për të mësuar gjithkohës, për të diskutuar, duke plasur mendimet e tyre me njëri tjetrin dhe duke mësuar nga njëri tjetri, që do të thotë kur është e qartë që e gabim, kur është e qartë që diçka është mund. Humanët janë projektuar për ta lënë minjan këtë dhe për të marrë atë tjetrin që nuk është mund, atë që është më pak mund. Që nesër pasjesë jeta jote të jetë më e bukur. Po. Jo. Po aki. Si ka mundësi, nuk është e lejueshme të dalësh ti nga jotja, të hapësh ti rrugë, të pranosh ti fajin. Mos e dhënë Zoti. Ti si? Kushte? Mos mund të kem faj. Është perfekt. Çdo gjë është perfekte. Thjesht para tjetër që nuk bie dakord me ty, edhe pse mund të ketë argumentin më të shëndetshëm. Pra, pala tjetër do jetë mizogjene, do jetë komuniste apo raciste apo nga të dyja. Se një mot është kjo. Mos si në të mbaj, si në të djathtë janë i njëjti mot me ngjyra të ndryshme. E njëta erdhi në fund fare. Thjesht luajnë nga anë të kundërta të fushës. Çdo lloj inputi të mundshëm. Vjen
çdo lloj budalliku, në vend të ulesh tropi në tavolinë, nëse është interesuar për një lloj teme. Ore, zotri tash, unë këtë di. Edi Rama, këtë di unë, këtë di ti. Qa dim të tjerët, qa mund nga thojnë në një tjetër. E diskutojmë, edhe arrim në një konkluzion. Po jo, është me i mirë në botë, jo, është me shkërdata në botë. Edhe në fund fare, largoheni të dy nga tavolina, ose sa jeni, dhe thotë, po i kësa i është me Ramën, po i kësa i është digjon me Berishën apo me Pashën. Shembull. Po me çdo figurë kështu funksionon kjo, edhe në sportin gjitha. Dukem si supren, ne kemi atë spotlight efektin, e kemi jashtëzakonisht shumë të madh. Mendojmë se gjithkush është duke na parë ne. Të gjithë kohës. Sikur je protagonisti i lojës. Dhe është një nga gjërat më të frikshme, një nga gjërat më narcisiste që në fakt nuk do dëmtojë njëri tjetër përveç të personit, mendon ashtu. Sepse ajo pasyra e rreme do thyet në një farë kohë. Edhe do bien të gjitha ato copat e pasyrës. Dhe do shikosh fytyrën tënde të vërtet. Nuk mund të jetë asnjëri. Asun. Asnjëri nuk ekziston asnjëri që gjithmonë është i saktë. Për këtë arsye diskursi publik nuk është aq i efektshëm si sa diskutimi. Sepse diskutimi në fakt është ai që sjell frytet e një civilizimi. Të diskutosh është arti i të bërit civilizimi. Ose inxhinieria. Qofse lejohet ta them. Nuk është asnjëri aq special sa për të menduar se çdo syt janë tek ata. Ama je special mjaftueshëm për të ndjerë një lloj detyrimi kundrejt shoqërisë, edhe për të dhënë kontributin tënd, por asnjëherë duke e parë vetëm si arenën tënde të boksit dhe duke i shtypur të drejtat apo hapësirat e komoditetit të tjerë. Sepse ti je i lirë të bësh çfarë duash me jetën tënde, edhe me mënyrën se si diskuton, me mënyrën se si ti mendon, me mënyrën se si ti e përqafon jetën dhe e percepton botën rreth teje. Mund të bësh çfarë duar, derisa prek interesat e dikujt tjetër. Dhe aty mbaron çdo lloj gjëje. Aty ti nuk je më asnjë gjë tjetër. Ti je thjesht dikush që nuk e kupton jetën dhe që nuk i di kufijtë e tij. Nuk i di kufijtë të qenit civil, që nuk i di kufit që njeriu duhet i tërheqë vetes për t'i lënë hapësirë tjetrit. Andaj them, së bashku, në mënyrë sa më të mirë, në mënyrë sa më objektive, pa degradime, të diskutojmë, të ndajmë mendime. Është vetëm ajo që na mban gjallë si njerëz. Në qoftë se do kishte një njeri që do kishte mundësi të bënte lek pa fund të bënte lek ky individ. Por nuk do kishte asnjëherë mundësi të diskutonte me persona të tjerë. Ishte njeriu më mizerabël që do kishte jetuar ndonjëherë. Sepse kjo për ne është jetike. Dhe jo më kot luan një rol kaq të rëndësishëm në bërjen e shoqërisë dhe të civilizimeve. Jo më kot e ka këtë rëndësi kaq të madhe. Edhe sot kemi nxjerr një brez, mbase unë e thi indirekt jo, por dikush e ka fajin. Po mbase edhe ne, unë jam i bindur që edhe ne kemi pjesën tonë. Kemi ngritur një lloj brezi që nuk duron të thosh dot asnjë, nuk mund të kundërshtosh me ta, sepse ata janë gjithmonë në të drejtë. Ja ti je gabim. Nuk e di. Të gjithë duhet të diskutojmë, të gjithë duhet të respektojmë dhe të gjithë duhet të mësojmë. Ky është gjithë mesazhi që unë gjatë gjithë kohës në podcast do t'jap, edhe shpresoj që sa më shumë njerëz ta kuptojnë këtë. Sa më shumë diskutime të pastra pa fyerje të keni, aq më të bekuar jeni. Pas diskutime nuk rrihet. Nëse s'ka diskutim, diçka ndodhet, është problematike.